Mendimi I lire nuk ka gjini, as duhet të ketë frikë. Statusi Sara Mila në Facebook, pas 10 ditësh ku portale dhe studio televizive kanë hedhur baltë pa kriter mbi mua, familjen dhe gjithçka që përfaqësoj, njëri prej tyre kaloi vijën e kuqe. Ashtu siç e prisja. Jo vijën e baltës së zakonshme, për ato akuzat të vjetra të humbësve, unë as që e lodh veten. Por këtë herë ndodhi ajo që I druesha më shumë, një linçim publik, jo politik, por personal. Si vajzë, si bashkëshorte, si nën. Ky dhunues publik ka emër, Andi Bushati. Në strofullën e tij të përnaçme, ai lëshon helm të përzier me frustrime personale që as ai vetë si kupton nga I vijnë. I fsheh pas arrogancës së një pseudo-intelektuali që kërkon vëmendjen që se ka pasur kurrë. Sot, për fat të keq, e fitoj. Kjo sepse preku diçka që është më e madhe se unë, merakun tim për vajzat që guxojnë të hyjnë në politikë. Unë e kam pyetur veten dhe e kam siguruar që përkundrejt asaj çka unë jam, s'ka anë që më intimidon. Por pyetja më e madhe është, deri kur duhet të jetë kështu? Edhe sa kohë vajzat duhet të përtypin baltën që hedhin ëndrat? Edhe sa studio duhet t'i zhveshin nga dinjiteti për t'i bërë virale në këtë mënyrë? Edhe sa adoleshentët duhet të vrasin veten për shkak të këtij bullizmi të institucionalizuar? Edhe sa ëndra vajzash duhet të mbyllen në heshtje që të mos bëhen objekt krahasimi, vlerësimi, talleje, turpi? Unë e kam zgjedhur pse jam në politikë. Jo për t'u marrë me ëndrat, por për t'i dhënë fund ëndrave. Për vajzat që sot më ndjekin dhe e di që jeni shumë, dua t'ju them. Mos lejoni asnjë andi t'ju fik shkëlqimin. Asnjë të ul ritmin. Asnjë të bëj të ndjeni më pak se ç'jeni. Asnjë të guxoj t'ju trajtoj si trup, si objekt, si pako krahasimi. Për vajzat me të cilat nesër do ndaj parlamentin, majtas apo djathtas, e kam një thirrje. Kjo gjuhë urrejtjeje, ky bullizëm mediatik, duhet të marrë fund. Fjalët që shkatërrojnë nuk mund të quhen më mendim. Ligji duhet t'i ndalojë. Jo vetëm morali. Dhe ligjin, qytetarët na kanë besuar ta bëjmë ne. Për vajzën time. Kur të rritesh dhe të lexosh këto gjurmë të helmit që mbeten në internet, dua ta dish, mami s'heshti. Mami nuk u trem. Dhe nuk u përkul. Kur të vijë koha jote, di që ëndrat të jenë vetëm hijet së shkuarës, njerëz pa ndikim, pa ideal, pa busull. Unë jam vajzë, jam 29 vjeç dhe jam në politikë për të dëshmuar që lufta për dinjitet bëhet me dinjitet. Dhe meqense si burr nuk zgjidhi njëri gjë, këtë punë do ta bëj si grua. Dhe ju e dini që bëhet po ju fut një grua një pune. Dhe ti and e di mirë prandaj ke frikë nga buallica. Ky status, që duket të jetë një reagim publik I një gruaje të re në politik pas një sulmi personal nga analisti Andi Bushati, është një akt I qëllimshëm politik dhe emocional që ndërthur mbrojtjen personale, sfidën gjinore dhe mobilizimin e grave në politikë. Në analizë të thelluar, ky tekst është shumë më tepër se një mbrojtje individuale, është një deklaratë ideologjike, një sulm kundër patriarkatit publik mediatik dhe një thirrje për ndryshim sistemik. Lind pyetja, a nuk nënkupton ky status një përpjekje për të ndëshkuar mendimin e lirë dhe lirinë e shprehjes? Më poshtë gjeni analizën e plotë. 1. Struktura dhe qëllimi I statusit. Statusi ka një ndërtim emocional logjik të menduar mirë. Ai ndërtohet në disa faza. A hyrje konfrontuese dhe vija e kuqe. Pas 10 ditësh vendos kohën e heshtjes dhe vëzhgimit. Jo vijën e baltës së zakonshme, nënvizon që ajo e duron politikën, por jo degradimin personal. Linçim si vajzë, si bashkëshorte, si nën vetë pozicionim si viktimë e dhunës seksiste, jo thjesht politike. B. Identifikimi I armikut dhe delegjitimimi I tij. Bushati përshkruhet si dhunues publik, frustrues I pashërueshëm, pseudo-intelektual, nuk ka as përpjekje për debat me të, por vetëm për ta poshtëruar simbolikisht. Qëllimi është të tregoj se ajo nuk e njeh si palë të barabartë, por si një zë përbuzës, për të mos thënë mizogjen. Sa universalizimi I përvojës. Nga vetja e saj kalon te vajzat në politik, vajzat që ndjekin ëndrat, adoleshentët që vriten për shkak të bullizmit, eti. E shndërron sulmin ndaj vetes në simptom të një dhune më të madhe sistemike, një narrativ femërore kolektive. Dë propozim për ndryshim. Kërkon ndalim të gjuhës së urrejtjes përmes ligjit, jo thjesht moralit. Kjo e ngre diskutimin nga personal në institucional dhe politik.
E thirrja emocionale për vajzën e saj. Në fund përfundon me një mesazh për vajzën e saj, për të lënë një gjurmë dhe për të përcjellë moralin e luftës me dinjitet. Kjo është një figurë klasike retorike që jep dimension të përjetshëm konfliktit të përkohshëm. 2. Nën teksti politik dhe simbolik. Ndërtimi i një martiri politik femëror. Kjo grua po përpiqet të vendosë veten si simbol i përballjes së vajzave me sistemin patriarkal të politikës dhe medias. Ajo nuk flet si anëtare partie apo individ në karrierë, por si shenjë e një epoke të re, ku gratë nuk do të nënshtrohen më. Kjo është një përpjekje për të transformuar vulnerabilitetin në fuqi morale. B. Andi Bushati si arketip i burrit që i trembet gruas. Bushati nuk përshkruhet thjesht si gazetar, por si simbol i dështimit mashkullor përballë emancipimit femëror. Dhe ti and e di mirë, prandaj ke frikë nga buallica. Fjala buallica përdoret këtu në mënyrë sarkastike për të përqafuar ofendimin dhe për ta kthyer në emblem force. Është një akt i rimarrjes së etiketimeve për t'i bërë emblem fuqie, një teknikë klasike feministe. 3. Lufta për narrativën dhe opinionin publik. Në thelb, statusi është një akt i kontrollit të narrativës. Kur akuzat e pabazuara mediatike përdoren për të minuar figurën e një gruaje, ajo nuk përgjigjet me mohim, por me një rrëfim më të madh për të zhvendosur debatin nga thashethemet në parime. Ky nuk është vetëm një përgjigje ndaj Bushatit, por një thirrje për revolucion kulturor në diskursin publik, ku trupi i gruas nuk është objekt për krahasime. Kritika nuk bëhet përmes seksizmit, por argumenteve. Politika nuk është më vetëm sport burrash. 4. Ndikimi dhe potenciali për rezonancë sociale. Ky status është ndërtuar për të rezonuar me vajzat e reja në Shqipëri që shpesh tërhiqen nga politika për shkak të thyrjeve publike. Me gratë që e kanë përjetuar bullizmin mediatik, sidomos nën maskën e opinionit të lirë. Me qytetarët që janë lodhur nga cinizmi dhe arroganca e medias që shpesh rre më të dobëtin. Ai përpiqet të krijojë një urë mes përvojës personale dhe një morali të përbashkët shoqëror, një status i një lufte simbolike. Ky status është një akt i emancipimit personal. Një reagim politik i koduar me mesazhe feministe. Një përballje me arrogancën e medias patriarkale. Një përpjekje për të transformuar dhunën simbolike në solidaritet. Nëse do të futet në histori si një frazë, unë nuk e bëj këtë vetëm për veten. E bëj për vajzën time dhe për të gjitha vajzat që do të vinë. Kjo është politika me dimension njerëzor, jo vetëm në emër të partisë apo ideologjisë, por në emër të dinjitetit të zhveshur dhe të rikthyer me forcë. 1. Çfarë nënkupton statusi për lirinë e shprehjes? Në disa pjesë kyçe të statusit, autoria bën thirrje që kjo gjuhë urrejtjeje, ky bullizëm mediatik, duhet të marrë fund. Fjalët që shkatërrojnë nuk mund të quhen më mendim. Ligji duhet t'i ndalojë. Jo vetëm morali. Këtu ka një ndryshim të qartë të fjalorit nga moral tek ligj. Deri këtu, dikush mund të kishte thënë, mos e dëgjo Bushatin, ai është cinik. Por kur thuhet që ligji duhet t'i ndalojë fjalët që shkatërrojnë, futemi në një zonë të rrezikshme, sepse kush vendos cilat fjalë janë shkatërruese? A është kritika ndaj një figure publike automatikisht gjuha e urrejtjes? Dhe më e rëndësishmja, a duhet të ndëshkohen fjalët me ligj vetëm sepse janë të ashpra, thumbuese apo arrogante? 2. Liria e shprehjes përfshin edhe fjalët e pakëndshme. Në një demokraci të shëndetshme, liria e shprehjes mbrohet edhe kur është e pakëndshme, thyese, provokuese, madje edhe ofenduese, për aq kohë sa nuk thërret për dhunë apo diskriminim të drejtë për drejtë. Po të analizojmë figurën e Andi Bushatit, ai është një komentator politik i njohur për stilin e tij thumbues dhe sarkastik. Kjo nuk e bën domosdoshmërisht dhunues mediatik, përveç nëse ka përdorur gjuhë të papranueshme gjinore, seksiste ose personale në nivele të rrezikshme. Pra, nëse kritika ndaj një politikaneje përqendrohet në punën e saj, stilin apo rolin në skenën politike, kjo është absolutisht legjitime, edhe nëse është mizore. 3. Rreziku i relativizimit të fjalës së lirë përmes termave emocional. Statusi përdor terma të tillë si bullizëm mediatik, dhunë publike, gjuha e urrejtjes, virale që zhveshin nga dinjiteti, krahasim me pako apo trup i përdorur si objekt.
Këto janë terma emocional, por janë të paqarta ligjërisht dhe mund të përdoren për të heshtur kritikat e ashpra, por legjitime. Nëse çdo kritik e fortë ndaj një gruaje në politik do të etiketohej si dhunë gjinore ose bullizëm, atëherë do të krijonim një imunitet të rrezikshëm ndaj llogaridhënies për politikanët, thjesht mbi bazë gjinje. 4. Ironia, një përdorim i lirisë së shprehjes për të kërkuar kufizimin e saj. Statusi është një akt i shprehjes së lirë që përdor fuqishëm emocionin dhe opinionin për të denoncuar një gazetar. Por në të njëjtën frymë, kërkon që ligji ta kufizojë këtë liri për të tjerët që përdorin gjuhë shkatëruese. Pra, kemi një paradoks. Unë dua të them gjithçka që mendoj për ty, madje të quaj dhunues, pseudo-intelektual, i frustruar, që ke frikë nga gratë, por ti s'duhet të thuash gjë për mua sepse je një andi. Konkluzion, po, statusi nënkupton një tentativë për të ndëshkuar mendimin e lirë, të paktën në formën e tij të papëlqyeshme ose thumbuese. Kjo është një përpjekje për të kontrolluar diskursin publik, duke e çuar nga kritik në shkelje të dinjitetit dhe nga opinion në ligj. Nuk do të ishte problem nëse kjo do të mbetej një thirrje për respekt dhe vetëpërmbajtje, por në momentin që kërkohet ndërhyrje me ligj për të ndaluar fjalë, rrezikohet të pengohet debati i lirë. Ndëshkohet kritika legjitime. Futen filtra ideologjik që e bëjnë fjalën e lirë të vlefshme vetëm për ata që janë në favor të sistemit ose viktimës së momentit. Nëse do ta përmbledhnim me një fjali, ky status është një shprehje brillante e fjalës së lirë që, pa e kuptuar, bëhet thirrje për censur.